Fituesi i topit të artë diagnostikohet me kancer. Kevin Keegan, ish futbollisti i njohur anglez dhe fituesi i topit të artë, është diagnostikuar me kancer. Legjenda e futbollit, 74 vjeç, kishte qenë shtruar në spital për disa ditë për shkak të dhimbjeve abdominale, ku pas ekzaminimeve të mëtejshme u konstatua sëmundje e rëndë. Familja e tij ka bërë njoftimin zyrtar duke kërkuar privatësi dhe mbështetje gjatë kësaj periudhe të vështirë. Kevin Keegan është shtruar së fundmi në spital për kontrollet mëtejshme për simptoma të vazhdueshme abdominale. Këto kontrolle kanë nxjerrë në pa një diagnozë kanceri për cilën Kevin do t'i nënshtrohet trajtimit. Kevin është mirënjohës ndaj stafit mjekësor për ndërhyrjen dhe kujdesin e vazhdueshëm. Në këtë moment vështirë, familja kërkon respektimin e privatësisë dhe nuk do të bëj komente të tjera. Gjatë karrierës së tij, e cila filloi në vitin 1968, Keegan luajti 230 ndeshje për Liverpoolin, duke shënuar 68 gola dhe duke fituar 3 tituj lige, 1 kupe europiane dhe 2 kupe UEFA.